U rikthyem përsëri në studio me të ftuarin ton për të cilin do të diskutojmë sot gjëre gjatë mbi temën. Kam të ftuar sot Fadil Canën, infektolog, njëherë dhe drejtor I Klinikës Infektive në Shkup. Mirë se erdhët. Para se të filloj me temën aktuale, unë dua fillimisht ta nis me atë se si është organizuar puna aktualisht në Klinikën Infektive, cilat janë prioritetet tuaja. Puna në Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive është e organizuar në disa drejtime. Faktikisht në kuadër të Klinikës për Sëmundje Infektive kemi pjesën ambulantore, kemi pjesën laboratorike, diagnostifikuese dhe normal, kemi pjesën spitalore ku janë të shtruar pacientët të cilët janë me sëmundje infektive. Cilat janë disa prej sfidave më të mëdha që I keni përjetuar për gjatë drejtimit të klinikës? Për gjatë drejtimit të klinikës në këtë një vite disa muaj, një vite 8 muaj që jam drejtues I institucionit, kam pas sfida të natyrës së ndryshme, si ato të aspektit të përmirësimit të kushteve dhe normal si për pacientët ashtu edhe për stafin që punon në klinikën infektive. Në këtë periudhë kohore kemi arrit të bëjmë rinovim dhe rikonstruim detal të një etazhi të klinikës për sëmundje infektive me kushte shumë bashkëkohore. Tash në vijim kemi edhe katet tjera, kështu që kemi arritë, do të thotë jam I kënaqur nga ajo që kemi pas si plan dhe e kemi realizuar mos them gati se të plot. Gjithashtu Klinika për sëmundje infektive vitin e kaluar është pajisur me aparatur pajisje moderne, laboratorike. Tu vlen të theksoj që Klinika për sëmundje infektive ka një teknologji shumë përparuese, diagnostifikuese të aspektit laboratorik, pasi që ka PCR teknologji e cila mund lirisht të them se është një më modernet në rajon. Dua të di si funksionon aktualisht bashkëpunimi juaj midis klinikës edhe institucioneve të tjera shëndetësore. Shumë mirë. Jemi të kënaqur me bashkëpunimin, pasi që Klinika për sëmundje infektive, siç edhe tin edhe shiqyusit edhe ju, ka qenë bastioni që e barti mbi supe të gjithë pandeminë e cila na goditi para 5 vjetëve dhe aty u pa që bashkëpunimi interinstitucional është I mirëfillt posaçërisht me Institutin e Shëndetit Publik, pasi që kemi një dimenzion të përbashkët ku jemi në mbrojtje jo vetëm të shëndetit individual, por edhe të shëndetit publik. Gjithashtu kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me të gjithë klinikat tjera, pasi që edhe klinika, edhe megjithëse si objekt I veçantë, gjendet në kuadër të kompleksit të kampusit Nën Tereza. Tua të ndalemi pak tek një temë që ju tangon më shumë qytetarëve dhe për të cilën është diskutuar mjaft kohëve të fundit, edhe është një problematik në vete, situata aktuale me mbeturinat. Si do ta përshkruani ju situatën aktuale me mbeturinat dhe menaxhimin, do të kisha thënë, nga këndvështrimi shëndetësor? Kjo që e dim të gjithë, botërisht që Shkupi, posaçërisht, mund të lirisht të them se edhe qytetet tjera urbane në Republikën e Maqedonisë Veriut ballafaqohen me mbeturinat. Kjo përpos që mos them aspekti estetik dhe higienik, është një sfidë e cila e cënon mjedisin dhe gjithësisht shëndetin publik. Është situatë e cila
është mos them një bombë ekologjike e cila mund të ketë pasoja të shumë fishta, jo vetëm afat shkurta, po edhe afat gjata në shëndetin publik. Pa marrë parasysh përplasjeve, pasi që tendenca e shumë e kësaj sfere është më shumë politike, mos marrja e mbeturinave, mos pastrimi i mbeturinave është një parakusht nga i cili mund të burojnë shumë sëmundje infektive dhe gjëgjësisht sëmundje tjera të cilat mundet të cënojnë shëndetin jo vetëm të individit, po edhe të një populate më të gjerë. Ky ishte edhe shqetësimi më i madh i qytetarëve përderisa neve ishim në kontakt të afërt përgjatë këtyre javëve dhe me qytetarët i kemi pyetur se çka i shqetëson ato, friksohen vazhdimisht me situatën edhe çka mund të vijë si pasojë tyre, cilat janë disa sëmundje që mund të vinë si pasojë e kontaktit të vazhdueshëm me mbeturinat. Po grumbullimi i mbeturinave dhe mos pastrimi i tyre, atë që theksova edhe më lartë, është një burim nga mund të lindi shumë infeksione, pasi ajo që dihet është që në ato mbeturina do të thotë mund të kemi bretes të ndryshëm, mund të kemi insekte të ndryshëm, po edhe dekomponimi atyre mbeturinave në një kohë më afatgjatë në një njëjtin vend shkakton edhe transmetim të shumë sëmundjeve të cilet në mënyrë aerogjene mund të transmetohen të njeriu, gjëgjësisht të populata më e gjerë. Pasi që vendi do të thotë ku ta quaj këto deponi të egra, të cilat janë një pamje ka qenë e javëve të kaluar, gati se çdo lagje të Shkupit tash ndoshta ka tendencë pastrimi, po besoj që ende nuk është ai efekti i dur, janë vatra infeksioneve të ndryshme, si ta quaj të sëmundjeve që janë që kapin në traktin gastrointestinal, edhe traktin respirator, po edhe sëmundje të ndryshme alergjike. Ajo që mund të theksohet nga bretës të ndryshme, kemi pas raste të ndryshme në klinikën për sëmundje infektive, ka pasur disa raste të personave të kafshuar nga bretësi, gjëgjësisht mijë të cilët qarkullojnë në ato deponi të egra, gjithashtu janë potencialisht në rrezik për hapjen e sëmundjeve të ndryshme infektive, siç është leptospiroza, salmonelloza, hantan virusi, një gamë më e gjerë e sëmundjeve bakteriale, virusale dhe parazitare. Në gjitha këto sëmundje normal që cënojnë shëndetin e çdo individi dhe popullatës më të gjerë, janë sëmundje të cilat të personat të cilat janë, mos them, më të pa vetëdijshëm dhe mund të jenë në kontakt me këto shkaktar janë posaçërisht kategoria e fëmijëve dhe e popullatës më të moshuar. Pse pikërisht këto dy grupe, ndoshta për shkak të imunitetit më të dobët ose? Te fëmijët imuniteti është në zhvillim të sipër, do të thotë mos kujdesi se janë vende të cilat mund të jenë burim dhe nga i cili mund të transmetohen infeksione të ndryshme, ato vetëdijsimi atyre është i ulët dhe sistemi imunitar normal që është në zhvillim, te kategoria e pleqjve është e kundërta, te ato fillon të dobësohet sistemi imunitar, janë kategori e popullatës të cilët nuk llogariten me shëndet të plot nga se kanë shumë sëmundje bashkëshoqëruese kronike, të cilat në ndikimin e këtyre vatrave të mundshme, potenciale të infeksionit, mund të përkeqësojnë edhe sëmundjet e tyre shoqëruese kronike, siç janë
astma, diabeti, sëmundjet ndryshme kardiovaskulare. E përmendet edhe më herët mënyrën e transmetimit të këtyre sëmundjeve. Dua të ndalim edhe pak këtu për shkak se dua sa më shumë t'i vëdësojmë qytetarët nga transmetohet më shumë nga ajri apo nga... Mënyra e transmetimit, ajo që është më e shpeshtë dhe cila duhet të theksohet, është mënyra nëpërmjet ujit, pasi që brecit e ndryshme apo insektet e ndryshme mund ta kontaminojnë dekomponimi atë që thash edhe më lartë, dekomponimi i atyre mbeturinave organike mund ta kontaminojnë do të thotë ujrat sipërfaqësor, ujrat toksor, të cilat gjithashtu mund të vijë personi në kontakt me ato dhe nëpërmjet tyre të përçohen sëmundje të ndryshme, të cilat kryesisht e atakojnë sistemin gastrointestinal. Gjithashtu përhapja mund të jetë edhe megjithëse është më e paktë, do të transmetimi nëpërmjet ujit dhe ushqimit është ajo kryesorja, mund gjithashtu edhe të jetë ajo që thash, pasi që ne kemi edhe shumë persona edhe të papërgjegjshëm që tentojnë edhe ti ndezin ato mbeturina dhe aty normal nga era dhe nga gazi i cili lirohet, pasi që në shumicën e rasteve kemi edhe metale të rënda, gjithashtu mundet të atakohet edhe sistemi i frymëmarrjes nga i cili posaçërisht për kategorinë që kanë sëmundje obstruktive, pulmonare, gjithsesi kategoria e më të moshuarve, por këtu përsëri edhe ma e theksuar është edhe kategoria e fëmijëve, do të thotë mundet të shkaktojnë sëmundje të ndryshme respiratore. Ajo që vlen të theksohet është që normal, sa më herët që të mundet të bëhet pastrimi i mbeturinave, ajo është një predispozit edhe afatgjate për mirëqenjen dhe shëndetin e përgjithshëm mjedisor, ta them kështu. Dua të di si mund të dallohen të tilla infeksione dhe të tilla sëmundje nga qytetarët ndoshta që nuk janë të vetëdijshëm se po i kap. Nga vetë fakti i vatrës se normal, kur një qytetar i cili ka një ankesë i drejtohet mjekut, normal që i tregon, aty është mjeshtria gati se çdo mjeku, se çdo mjek e din që ta marrë atë anketën epidemiologjike, e cila jep shumë të dhëna orientuese, të cilat mjekun e orientojnë në drejtim të saj se kam vjellje, karikoj një rast klinik, kam vjellje, kam diare, por kam qenë në kontakt me ushqim, me ujë të pishëm, i cili afër ujit gjendet një, ta quaj, deponi e egër, dhe ajo është një orientim se mund të jetë prej asaj. Po normal që të krejt këto raste, qoftë sëmundje gastrointestinale, qoftë sëmundje respiratore, këshilla ime mjekësore dhe çdo profesionisti do të ishte që të mos vetë shërohen, por të kërkojnë ndihmën e parë mjekësore normal nga mjeku, pastaj varësisht nga rëndesa e shenjave klinike, pacienti orientohet në instancat më të larta, qoftë mjekësisë sekondare apo asaj terciare. Dua të di nga përvoja juaj deri më tani, a keni parë ndonjë rast konkret apo një numër më të rritur të rasteve konkrete, sidomos gjatë periudhës së fundit nga si pasojë këtyre mbeturinave? A mund të themi që ka ndonjë shpërthim efektiv? Pavarësisht situate nuk ka pasur, bile edhe në të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik që kam pasur raste dhe ti lexoj, nuk ka ndonjë rritje eksponenciale të rasteve të cilat mund të lidhen me drejt për së drejt me
këtë krizën të quajt higjienike të mbeturinave në qytetin e Shkupit, por të gjithë profesionistët shëndetësor drejtojnë shigjetat në drejtim të saj se ajo e rrit rrezikun. Do të thotë ndoshta për momentin nuk ka të dhëna cilët flasin për rritje eksponenciale të rasteve të cilët janë si pasojë e grumbujve të mbeturinave, por do të në të ardhmen nëse ato në mënyrë konzistente ekzistojnë në vendin e njëjtë, nuk do të thotë që nuk do të kena ta them shpërthime, vatra shpërthimi të infeksioneve të ndryshme që do të jenë pikërisht si pasojë e drejt për drejt e mos pastrimit të mbeturinave. Pikërisht pra rreziku, edhe pse nuk ka pasur shumë raste konkrete, rreziku vazhdon të ekziston përderisa situata nuk përmirësohet. Cilat janë pasojat afatgjata që mund të vinë si pasojë e ekspozimit të gjatë nëse vazhdon situata e tillë të mbetet në vendin tonë? Po pikërisht atë që theksova edhe më lart, pasojat afatgjate mund të jenë në shtimin e smundjeve, ta them, ekzacerbimin gjëgjësisht në përkeqësimin e smundjeve kronike, posaçërisht e popullata më e moshuar, rrëmje të imunitetit të përgjithshëm, do të thotë mos zhvillimit normal të kategorisë fëmijëve, pasi nëse një fëmijë është ankohë i eksponuar ndaj agjentëve të ndryshëm infektiv, normal që sistemi imunitar do të çalon dhe ai fëmijë nuk do të ketë një sistem imunitar kompetent në rritje. Gjithashtu afatgjatë kushtet e përgjithshme në atë ambient dhe jetesa në ato deponi të egra është tankos vatër e cila cënon shëndetin me atë normal, cënon edhe shëndetin e çdo kategorie, çdo individi që jeton aty, do të thotë përpos kostos së lartë financiare që tankos ato persona duhet të drejtohen te mjeku, duhet të trajtohen, bie niveli i efektivitetit edhe në punë, do të thotë ka shumë dimenzionale janë efektet, përpos shëndetësore janë edhe sociale dhe ta them kështu ekonomike, pasi që një person i cili nuk tankos është i sëmur në periudha të caktuara gjatë vitit kalendarik, ai nuk është edhe efektiv në vendin e punës, do të thotë mungon edhe në vendin e punës. E marr si shembull për një person të rritur, kompetent, imunokompetent, i cili mund të vijë në kontakt me infeksionet e ndryshme, qoftë ato gastrointestinale, respiratore, apo të them të natyrave të ndryshme, dhe të cilat mund të goditet gati se mos them çdo trakt i organizmit të njeriut. Çfarë masash mendoni nga këndvështrimi juaj që duhet merren në bazë institucionale për të përmirësuar këtë situatë? Po ajo që duhet të merret normal është kompetencë më shumë e lokaliteteve, gjëgjësisht komunave dhe në rastin konkret të qytetit të Shkupit. Tash me këto ndryshimet që ndodhen, të shpresojmë që do kenë vigjilencë më të lartë, konzistencë më të lartë, që të mundet të veprojnë sa më shpejt, të mundet normal që pastrimi i mbeturinave të bëhet në mënyrë më të shpesht, që vendet e caktuara ku mblidhen mbeturinat ko pasko edhe të pastrohen, të dezinfektohen, edhe normal bëhet e reciklimi dhe ato proceset cilat ato persona janë më kompetent, aty pije ndërmarrja komuna, ndërmarrja higjienike dhe normal të gjitha këto me inspektorët sanitar, të cilët janë në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik, gjëgjësisht të qendrave të shëndetit publik që ekzistojnë në të gjithë qytetet më të mëdha. A nevojitet një bashkëpunim i ndërsjellët edhe midis mjekëve edhe institucioneve, po edhe qytetarëve për të përmirësuar këtë situatë? Absolut që
nevojitet bashkëpunimi ndërsjell në mes organeve komunale të cilët janë kompetente për mbledhjen e mbeturinave dhe normal në raste të mundshme të ndonjë shpërthimi, ta quaj infektiv që mund të ndodhë në korelacion me organet shëndetësore, ai bashkëpunim gjithmonë ka ekzistuar dhe normal që çdo organizim shëndetësor do të ekziston. Por ajo që është prioritare është që puna e parë të kthehemi në atë devizën e vjetër parandalimi është edhe me kosto më i lirë se shërimi, por është edhe më efektiv, pasi që më mirë është të parandalosh se sa të shërosh. Edhe të gjitha tentimet dhe veprimet të gjitha këtyre institucioneve të cilat në bashkëpunim me njëri tjetrin duhet të jenë në drejtim të parandalimit, jo pasi të ndodhet të mundohet të shërohet. Këtë mund bëjmë një diskrepancë në mes kësaj situate aktuale dhe asaj. Sikur të kishte mundur njerëzimit të parandalonte Covidin, atëherë do ishte numrat e viktimave do ishin shumë më të pakta se sa kjo që ndodhi. Pikërisht, dhe sidomos në këtë gjendje aktuale në të cilën ndodhemi neve kemi shumë të lehtë t'ia hidhim fajin institucioneve dhe institucionet e kanë shumë të lehtë t'ia hidhin fajin njëri tjetrit, mirë po në anën tjetër edhe neve si qytetari kemi në dorë që të parandalojmë sadokudo këtë ndodhje që po ndodh. Nëse situata nuk ndryshon, cili është skenari më i keq që mundet të ndodhë në vitet e ardhshme? Po, nëse situata nuk ndryshon, skenari më i keq që mund të ndodhë nga aspekti shëndetësor, mund të them që krijohen zona endemike në të cilën do të thotë si pasojë e mos pastrimit të mbeturinave, gjithsesi grumbullimit dhe shëndrimit të lagjeve në deponi të egra mbeturinash, skenari më i keq mund të jenë vazhdimisht vatra, shpërthimi të infeksioneve të ndryshme, qoftë ato gastrointestinale, qoftë infeksione respiratore, qoftë infeksione kontakti, do të thotë theksimi alergjive të ndryshme dhe Shkupi dhe rajoni do të jetë burim i një ta quaj një infeksioni permanent i cili do ketë reperkusione si në aspektin shëndetësor të popullatës, po ashtu edhe në atë aspektin socio-ekonomik. Si një person që jeni në menaxhim të një institucioni mjaft të rëndësishëm, do të kisha të dua të di për në fund çfarë mesazhi do të drejtoni deri tek institucionet, por edhe tek qytetarët që luajnë një rol kyç në këtë situatë? Mesazhi im do ishte shumë i thjeshtë dhe praktik. Të nisemi nga vetvetja. Ajo që është higienë personale, të jetë detyrim i çdo qytetari, i çdo familje, pa marrë parasysh nëse nuk kemi mundësi të ndikojmë në këto punët pak më të mëdha, atëherë të nisemi nga vetvetja. Do të thotë higjiena personale, larja e duarve me ujë dhe sapun është ajo thelbësorja të cilën duhet ta bëjë çdo individ. A dihet se kur duhet ta bëjë, që çdo prekje, çdo kontakti me një mbeturinë, çdo nevoje personale që kryjnë, spaku nëse ato nuk janë sende dezinfektimi me lëndje të cilat përmbajnë alkool në vetvete, do të niset nga vetvetja, duke normal largimi nga vendet të cilat mund t'i shohim se janë potencialisht burim, gjithsesi vatër i një infeksioni, do të largohen fëmijët, të mbrohen pleqt, gjithashtu, nëse nisemi nga kjo, unë mendoj që do të ndihmojmë shumë që nga individit mund t'i ndihmojmë edhe shoqërisë dhe mesit ku jetojmë. Zotëri Cana, faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit për ftesën. Neve do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi më pas në studio për të sjellur deri tek ju një material që përshkruan tërgjendjen edhe mendimet e qytetarëve. Qëndroni me ne.